jeni krenar me ne. Por I lutem zoti kryeministër, shtyjen edhe pak pavarësinë, që të pak. Sa me mujta mu përdeku pak mi përfundu krejtësata. E kur shpallë pavarësia dhe sa? Sekret shtetëror. Mund të fallet nesër, mos një javë. Është sekret shtetëror. Qysh më supon sekret shtetëror, një çështje kaq e madhe, po e sa të sekretar. Ja, tani do të kryqash pushka e lirisë. Pushka! Vajte pushka! Pushka! Ja, do të kryeministër. Për mu ka qenë si lloj premiere, sepse u ktheva në vendin ku jam zhvillu si aktor dhe hapët e parë të këtij zanati I ku marrë pikërisht në këtë skenë. Shfaqja parë ka qenë pikërisht në këtë skenë ku më pas emocione të veçanta sot, për mu ka qenë si lloj premiere. Edhe I falenderoj komplet festivalin sepse e ka bërë një punë të mrekullueshme, publiku e priti shumë mirë. Ka qenë një komedi satirike, kritik për pushtetin, na jena knaq, publiku u knaq, e priti shumë mirë. Për mu ke një premiere dytë, mu I me thanë, Njan Ferizaj e dyta ke këto. Me qefe kisha bo 6 muj atje, 6 muj këto, po nuk e di. Varet kam naj ofertë për naj shfaqi këto. Po me qef po. Realisht kam dëshirë të ceki, ose të pikas, që në Tetov, kur kam marrë me studiu, kam marrë shoku I profesorit Kushtrim Bekteshi, I cila kemi qenë në klasa e parë e tina, gjenerata e parë e tina e profesorit Kushtrim Bekteshi edhe regjisori I njohur shqiptar. Realisht, kur u pranova në Tetov, ka qenë një eksperiencë shumë interesant, edhe realisht prej publikut, më thonë ka qenë diçka e re për mu, për shkak se në Ferizaj para se me ardhë në Tetov, kam lu disa shfaqje amatore, po kur erdha në Tetov, kur I bona studime, dhe më thonë, kur kishëm provime, publiku I Tetovës e ka një energji të hatashme, e kam shumë seriozisht, realisht e thëmë me plot kuptimin e fjalës, për shkak se me një farë mënyrë gjithmonë është prit me komentet mira, me energjit mirë, po mbi gjitha, dhe më thonë, normal, gjithmonë kritikat janë të mirësardhëna, se ato na bojnë neve për më konë sa ma afër perfeksionit, po mbi gjitha energjia, ose duartërkitja, ose përkraja, e tyre për neve si student ri, që me një farë mënyrë ata na shihnin si falenderim, që falenderit që na keni zgjedhë neve, si universitet, ose si publik, që na me një farë mënyrë me u prodhu, ose me kalu një farë përvoje prej këtu, e me dalë në më thonë punën tonë profesionale, në karrierën tonë për me zhvillu, më thonë prej Universitetit të Tetovës.